A ka klienti gjithmonë drejt? Jo gjithmonë drejt. Pse? Sepse ne normalisht mundohemi që t'japim çdo gjë për klientin, por siç edhe i themi që çdo piercing që vendoset është një trup i huaj që instalohet në trupin e klientit dhe automatikisht duke qenë se jemi njerëz të ndryshëm, lëkura të ndryshme dhe reagime të ndryshme, kohat e rikuperimit variojnë. Patjetër që ka edhe nga ato klientë që janë shumë sensitiv dhe lëkura e tyre nuk e pranon piercing që ta mirëmbaj apo ta pranoj në lëkurë. Ne patjetër që i suportojmë, pra deri aty ku kemi ato limitet tona i drejtojmë dhe i japim dhe një lloj mjekimi ekstra, por deri këtu. Pastaj ne nuk jemi mjek, ne nuk jemi dermatolog, ne nuk jemi të specializuar për dermatologji dhe gjëra të tilla. Pra, në momentin që ne shikojmë që gjëja jonë mbaron, i drejtojmë te një mjek që është apostafat për këtë punë. Dhe këtu është pjesa e klientit që jo ka gjithmonë të drejtë, sepse mendojnë që duke marrë një shërbim, ti duhet i shkosh kësaj gjës deri në fund, domethënë edhe të bëhesh edhe mjeku i tyre, edhe ti bin telefonit edhe në 12 natës, edhe një natë dhe ti duhet i përgjigjesh, por nuk funksionon kështu kjo gjë. Ideja është që ne lobojmë shumë fort faktin që risku i inflamimit ekziston absolutisht në çdo piercing trupor. Ta bëj këtu, ta bëj në Amerikë, kudo që të shkoj.